5 minuta pas hyrjes së vitit 2026, ka lindur fëmia i parë në komunën e Gjakovës në repartjen e ginekologjisë në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Fëmia është vajzë dhe është pagzuar me emrin Hana. Nëna e saj, Ariola Demushi nga Bajramcuri, ka shprehur lumturinë që vajza e saj është fëmia i parë i lindur në Gjakov për vitin 2026. Çdo gjë ka shkuar mrekullisht, fal doktorit, shumë të mirë. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë, infermierët, gjithë stafi ka qenë i mrekullueshëm kundrejt meje. Jam shumë e lumtur se ishte fëmia i parë i 2026-s. Jam jashtëzakonisht shumë mirënjohëse ndaj stafit, se kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj meje. Specialisti i ginekologjisë Dr. Ahmet Aslani bëri të ditur se si nëna ashtu edhe foshnja gëzojnë shëndet të mirë. Gjithçka ka shku në rregull, ishte lindja e parë kjo një non nga Bajramcuri, lindja e dytë ka lind një vajzë në mënyrë spontane, lindja ka shku mirë, beba është mirë dhe nona mirë. Ka lind dikun rreth orës 5 minuta mas ndrimit moteve, edhe kjo është lindja e parë për momentin dhe gjithçka ka shku në rregull. Në fund, Dr. Aslani theksoi se gjatë lindjes nuk ka pasur asnjë komplikim.